Mision i realizuar me sukses apo jo, Mojran? Jo, fare. Për mua me sukses. Jo, më fare. Për cilën nga pikat e ke suksesit? 2 pikat, a duelin me Big Bastën, i lash vetë edhe e kam deklaru në Plevic. Si le vetë, unë dyshova, valla, si. 1 sekund të maroj. Unë dyshova më 1 sekund. Okej. Po, a do mblesh me fol? Okej, në rregull, okej, më fal. Tashi, unë nuk e qova deri në fund. Më fal. Ashtu, për arsyet e mia. Edhe imitimin e Andreas. I kam dhonë arsyet aty në Plevic, dërsa këto të treja i bëra me sukses, të fillu që nga Carimi Yllit, që nga Tani këtë i kam dhënë arsyet në Plevic, na sjaroni dhe ne që jemi në Plevic edhe që jemi ndjekës të rregull të këtij programi. Për atë imitimin e Andreas e lash, sepse mendova edhe, jo mendova fare, sepse nuk mu duke përshtatshme për staturën time, e kupton të mere me imitu Andrean. Që në të vërtet nuk ka në i gjo për t'imitu, sepse është ai që është dhe është vështirë. Po qa do me thënë kjo, se mund të këtë pasens me thënë vërtetën të kësaj t'i gjoj? Sepse kisha 5 pika nga cilat po të realizoja 3, të lartësuar. Isha okej. Dhe thash pse do lodhem tu, pse do ta... Tani, të thuash pëse do lodhem duke realizuar gjë tjetër, e të thuash atë që thesh gjë tjetër. Po për që pa afta realizoj, kaq, maroj. Po, atë që thash, nuk e kisha në dorë për ta bo, nuk e bona kështu vendosa. Nuk ka në i gjo për të imitu, e kupton, duk shumë e shëmtu, gjdo gjë që bën është e shëmtuar, dhe zdesha ta promovoj shëmtimin e veprimeve të ti. S'po e pranon, e bërë, e randë e bërë, mimitovë. Sot mjes nuk kam imitu Andrean, kam bo galat për audiencën me personajët e mija. Atere më fut dhe mua të Big Basta dhe Andueli që se ke realizuar i mistatën. Dhe Big Basta me Anduelin, duke pa parasysh fola me Bastën, dhe me Bastën pa tjetër do që ja arrita në mirëkuptim, kur eri fundi, thash Anduelit që do flasim, por nga sjellet e Anduelit dhe nga vazhdimësia që ndodhi gjatë ngjarjeve, sigurisht gjatë gjithë kohës, sjellja ti, negativiteti ti ndaj çdo gjëja aty, sigurisht po bëri thash tani. Mele Luana, kjo është nga 5 pika bëra 3. Mele Luana. Përsa për këtë negativitet, unë se di ku e ka po thjesht ishte çështje aftësie, pra. Fole është çështje aftësie sa javë ta realizosh një mision. Në këtë rast, nuk është se Andrea është sigur e tha i, por është që është aftësi, nuk është javë, asë më bindë mua për këtë gjatë, sepse me erdi disa erë, kam diska shumë të nëzishme tjetër, nuk më intereson edhe jemi se kjo nuk të thosh jam negativ. Në momenti që ti je në një format me mua, o Erandi dashur, a e din që unë nuk e vras mendje fare. Po dhe unë se vras mendje pra, edhe unë sargjoj pik benzina për ty, e kupton. Delirin për brënda atere që e ke. Në momenti që ke ardhë ke pranuar të vish këtu, e ke ditur ku do të vish vlajda. Kush je ti që po më bo këtë pytje? Jam ai që ti sa po the ato që the. Qarë? Për mendimin ti me ram, e di që jemi për etik televizionit, nuk dua ta them. Po jo më se ti e gangster që, ti e i fort, e kupton? Jo, s'kam absolutisht nuk shfaq, që ti meriton të promovosh, unë personalisht, të vër tipin tënd, të vë në dispozicion, të vë në dispozicion aftësit e mija të aktimit për t'imituar ty, dhe me ofendime të pa funda që bën që sa po e bërë dhe tani në këtë moment. Dakor, po e bëj. Unë aftësit e mija nuk i përdoj ai që ka zgjedhur castin për këtë format, ka parë gjdo veti për gjithse cilin të vlefshme për të qenë pjesë e këti formati. Nëse ti ke dyshime për këtë pjesë, unë nuk kam vlerë që jam në këtë format, të lutem të mbaroj. Ti mund të ankosh diku tjetër, por mua ti nuk përçon dot për tokë. Për faktin se, në mënyra që, në momenti që ti ke pranuar ke ardhur këtu Erandi dashur, e kupton që për mua je fermer, nuk je asa i po ti e kupton gjuhën time profesionale? Jo, nuk ta kuptoj, sepse e di që e ke në rreth antipatis lojës dhe mletit të madh që ke, dhe fakti që ti nuk arrin do të realizosh, në fakti që ti nuk arrin do të realizosh mua, nuk do të që unë kam vlerë, o vla, një sekund, po prit më vla, ti nuk ke. Fakti që ti nuk arrin do të më realizosh mua, nuk tregon që unë nuk kam qatë më realizosh apo imitosh mua. Ti është tregon një paftësi tënde në ta bësh atë që bëj unë. E kupton? Kjo është e gjitha. Më vjen shumë keq, se pres më shumë gjëra në aty, ke eksperiencë televizive. Në momenti që ti më zgjon nga gjumi mu me kapshëri, s'ke fare.
Për mua, Erand, për mua dhe tani po sillesh tepër arrogant, më vjen jashtëzakonisht keq se je tepër artist i mirë. Unë artist i mirë, po ti s'ke lodh pa thon për mua. Më drejtosh mua, unë ti s'ke lodh pa mua nga fillimi deri në fund tregon ti artistin, ti të kishe respekt për mua. Të kishe respekt për mua. Je sistemi vllajës të lë barku të shikosh. Dëgjoj këtu. Të tjerë që ka nevojë për ty. Në këtë rast, unë jam një moshë me vogël se ty, apo e fëmine të tu, një sekund, kam nevojë për këshillën tënde, por jo ta japë dhënë, jo për shokën tua. Dëgjoj, një sekund, një sekund. Andre Erand. Në momentin që sillet... Emisioni ishte për të argëtuar e kthyet edhe këtë në debat krejtësisht pa justifikueshëm se karrierat e secilit kanë vlerën e vet, po aty jeni gjithë barabartë. Ishin deri njëti muhabetësh. Jo, se shi njëti Luana, se nuk po e kuptoni sensin e ofendimit që është duke bërë. Nuk mund ta bëj për gjysmume. Unë jam profesionist në këtë fushë. Javën e shkore pasoj ai, tani pasoj ti. E kupton, kur merr aktori për të bërë, kam investu 4 vjet nga jeta ime për të bërë aktor. E kupton që ky zotria nuk e kupton çfarë do me thënë aktor. Dhe për mua, zgjedhjet janë të gjithë secilit aty brenda. Më le të shpjegoj. Mënyrën si shfaqeni ju në publik, zgjedhjet që bëni, fjalët që thoni janë zgjedhje personale e secilit. Kështu që mbajni në kurriz pasojat pastaj. Është publiku ai që çfarë lidhje ka pasoja? Pse duhet mbaj unë pasoja në një po ta them direkt ty më Erand, po për secilin nga ju mënyrën si qaseni. Okej, kjo është ajo mënyra jote si ke zgjedhur ta përjetosh këtë mision. Dakor. Të njeriu që më dha të imitoj, e kam zgjuar me kafe në mëngjes. Masi ka lon laf pa thonë një natë për para me mu, ja kam vën kafen ke hunët që s'ja ka bo njerin jetë në vetë. E kam zgjuar me muzik, e kam zgjuar me busqeshje. Qetësi, të lutem, o Erand. Erand, e imitove apo jo, ka lesi më betë. Po jo se po më tregon, po them les, ka problem. Tash ti ke shpenzuar 4 vjet nga jeta për të bërë aktor, shumë mirë. Çfarë bën aktrim më të shenjtë se rritja e domates pa Andren, nuk do kishim atë sfert të mrekullueshme që kemi sot. Kush e ofendoi atë? Kush e tha? A mund ta lëm si tem tash? Po flasim për klipin e Erand. Më dëgjoj një sekond, të lutem. Po flasim për klipin. Nuk po unë thash nuk po të ndjeshan. Po flasim për klipin e misioneve. Mund të vazhdojmë. Can we go on with the show? Në qoftë se na lejon të lutem. Faleminderit Albano. E përmbyllim me fjalin aty jeni të gjithë të barabartë, e rithem dhe e ritheksoj. Po s'ka lidhje me barazim. Big Mama. Luana, më fal. Erand u e zauruan. Big Mama. Ti e realizove misionin tënd apo jo? Unë mendoj se e realizova. Ka shumë gjëra që Erandi... Big Mama, Erandi pashje të puthi. Erandi më puthi, po Erandi më puthi në sfidë mu. Nuk më puthi... O, Andrea! Nuk ka rëndësi ku? Nuk ka rëndësi, jo ka rëndësi. Shumë ka rëndësi. Nuk mundet, nëse kemi një sfidë, e kemi respekt për sponsorat, unë duhet mbaj menden të Erandi, apo edhe ajo duhet të mputh me dëshirën time, jo të gjem prej mbas të mputh, me zorë. Unë sa e di, ajo nuk pranohet. Po, unë ta kuptova misionin që ku s'mble me puth, se neve, unë t'kam puth dhe ne jemi puth, sa e na është dash. Po. Ashu. Dhe ti ke puth me shumë dashuri. Momentin që ti nuk pranove, unë e kuptova që ti ke marrë mision. E kam thonë në plevicun gjitha. Qa ka keqe aty? Si t'keqe. Gjithsesi ne jemi argëtuar duke ju parë, sepse ky është edhe qëllimi. Edhe unë desha ta marrim më si artim të të drejtën. Luana, po të vjojshim të ej. Nuk të kuptova, Big Mama, të lutem? Edhe unë e mora shumë me pozitivitet, me shumë humor, po këtu nuk mundesh të bësh humor, oj, Luana. Nuk ka pozitivitet, e kuptoj. Kjo ishte arsyeja që nuk i realizova 2 po jo, ta kishe realizu, Eranta, po të them diçka. Po. Është si është, po ta kishe realizu, beso se unë e kisha të humbët, edhe pse i kom bajt, e kom dit, për punën e basës e kom dit sigur, po prap e di çfarë zemre ka në dueli, të isha da mashtrojsh dhe ullet dhe bohe paqe, edhe kom bajt tërkon. Andren, ta kishe bë ti, unë e di çfarë njeriu është, ai do qeshte edhe dera. Jo, një nuk e bona. Tash jemi shok. Nuk e bëra. Po Bigi, unë e bura dyshim që në fillim këtë, se ky ishte... A e di pse, se ky më thoshte mu që ta bëjmë atë projektin, thoshte, duhet të t'vejon ty, duhet t'ullesh ti thot me... o Bigi, duhet t'ullesh ti thot me Anduelin, thash, Vlad, e zeza mbi të bardh për projektin, thash, apo këtë që në fillim. Ma tregoje projektin, pas taj më thuj.
Po se tregote, po nuk e realizoj me pak fjalë. Se argjojnë profesionin tim me ti imitu ty apo? Temra, dueli qash. Se s'ke gjë për tu imitu, profesionalisht nuk ke. Unë kam shkuar në Plevic dhe kam thënë, Radi ose po bën shaka, ose është me mision. Pra deri diku e kenu hatur. Po. Okej. Mirë, do kalojmë kështu si që jemi në lidhje bashkë tek një tjetër sfidë që patët gjatë javës, duke treguar aftësinë mbreslënse që kishit në gjetjen e shijeve. Kam përshtypjen se keni shumë neps. Ndjekim klipin dhe më pas Albano ka një renditje.